Turistët po përkeqësohen dita ditës. 626 dhe vajza e vogël. Çfarë po bëni ju djema këtu? Po marrim furnizime të tjera për tërmetin. Nuk janë të bukura këta? Mullim personal me erë. Ku është eksperimenti E 513? mori gantuja. Po, 626, çfarë problemi ka? Është i mërzitur, sepse 513 ja mori topi. Është thjesht një portokall. Pse i mbush sytë me ujë me krip tani? Shtiçi po mëson se si të kujdeset për gjërat, edhe topi ishte i tij. Thjesht ka varur turin. Kush është turi varuri? Mos i var buzët kungulleshk. Ngrysja e vetullave nuk lejohet. Hey, ajo ishte një pajisje shumë e specializuar në përgatitje për tërmetin. Tërmet! Sikur thatë që 513 u kap, apo jo? Pse vazhdojnë ndridhjet atë herë? Shumë e çuditshme, sa keq. 513 ka filluar një reakcion zinxhir tërmetesh. Mos të ndaheni në dysh. Sa mirë! Jo, është e keqe. Nëse nuk e ndalojmë krisjen, do të ndahemi në dysh. Çfarë mund të bëjmë? Do të mbledhim plaçkat dhe do t'ikim. Dhe këtë herë mos i harro pantoflat e mia. Nuk do t'ikim. Do të luftojmë. Mundësitë janë 1 në 1 miliard. Por një tjetër krisje në tokë, në kënd të drejtë me krisjen e parë, mund të ndalë ndarjen në dysh dhe mund të ndaloj reaksionin zinxhir. Por si? 513. Me një tjetër tërmet. E gjetëm! Ja vlen ta provojmë. Do të shkaktoni një tjetër tërmet? Qëllimisht? A jeni të shmendur? Duhet të nxitojmë që të gjejmë anien e gantus. Do të shkosh tek Hamstervili dhe madje me qejf të madh. Është një udhëtim të mërzitshëm. Kemi zgjedhur sistemin e vetë pastrimi të anjes. Faleminderit. Ti!